Unë ndihem shumë i nderuar sot që të jem në një nga muzeet më të bukur që kam parë, në Muzeun Historik të Fierit, dhe si drejtori i qendrës muzeore Berat, e cila përfshin brenda saj dy muze kombëtar, Muzeun Ikonografik Onufri dhe atë etnografik Berat, dhe me rastin e 40 vjetorit të hapjes në Muzeut Ikonografik Onufri, jemi duke ekspozuar në vende të ndryshme të trashëgimisë dhe kulturës kombëtare një ekspozit fotografike me disa nga artefaktet, ikonat dhe objektet liturgjike që përmban ky muze. Ky aktivitet vjen dhe në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, që është 18 maj, dhe së bashku me drejtorin e këtij muzeu kaq të bukur, ne vendosëm që të zhvillojmë një aktivitet, jo thjesht një ekspozit të ftohtë, por edhe një bashkëbisedim me nxënës dhe autoritetet të fushave të kulturës dhe të artit këtu në Fier, dhe duke kontribuar edhe në një nga aspektet më të rëndësishme që mbulon puna jonë, ajo të edukimit përmes kulturës, pasi përfshim edhe disa klasa të shkollave të mesme të qytetit.